Alhamdulillah, wa kafa, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala Mustafa, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Falëndimin të nësita këmet Allah subhanahu, atë e lësë ati përgjohën që të lavdrej dhe të bejoj dërgumë ti Muhammedin sallallahu alaihi sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të vëzgjellë. Të në vëzër, janë shumë çështje dhe shumë tema dhe mendime që njeriu sado që njët ndoshta koncentrohet për t'u treguar shpërfillës, jo që ndoshta realisht është, po ndoshta e ka shtirjen për t'u paraqitur sikur i shpërfill disa tema. Megjithatë janë disa tema janë të pashmangshme në jetë. Për shembull, ndoshta mundesh me pasën një ori shumë modest, mundesh me pas background shumë të varfër. Madje mund të jetë edhe dikush fëmijë, mirë po prap është e pashmangshme mendimi për disa prej këtyre temave. Për shembull, është e pashmangshme menu për shpirtin. Cili për ne s'ka pas momente që kam reflektuar çka është shpirti, ose kur del shpirti çka ndodh, ose çka është në jetë pasi vdes njeriu dhe nuk themi ne i vdes shpirti, po themi dol shpirti. Që i bie domethënë këtu lidhur me kuptuar që ekzistoi ka një jetë tutje kështu më radh. Që kjo pjesa e shpirtit edhe e jetës pas vdekjes kështu më radh, konsideroj që është një prej temave ku zoni i natyrshmërisë, i fetrës është shumë i zëshëm, është shumë i zhurmshëm, është shumë insistues. Domethënë, edhe ai i cili fjala bie për shembull tenton mu orientu diku tjetër jashtë dogmës së fesë, e ka një lloj përplasje qysh me që këtë zonë me enal. Mos me menu për shpirtin, mos me menu për vdekjen edhe jetën pas vdekjes. Kështu bile në shumë prej deklaratave të tyne, sidomos njerëzit që kanë prirje të egër materialiste, një pjesë të madhe të investimit në mahnitje mas botës, në lojë, në argëtim, në dëfrim, e kanë pikërisht për me mi hikën përgjigjeve. Domethënë, pse duhet me pas çka shumë prodhim mediatik, pse duhet me pas çka shumë domethënë zhytje në loja, në qefi kështu më radh, që mos më menu çka është shpirti, çka jeta masi del shpirti kështu më radh. Ndaj një kërkim i mirëfillt i njeriu të arsyeshëm, jo i njeriu që përpiqet ta sugjestionojë rezultatin. Domethënë njerëzit e arsyeshëm nuk e parapërcaktojnë rezultatin, e kërkojnë atë dhe çysh del, apo? Dikush kërkon duke tentuar që të mos besoj. Edhe rrëdhëmisht ai as nuk ka kërkuar, as nuk ka ardhur rezultat, sepse e ka determinuar përpara çysh po do ai më kanë rezultati. Mirë, po një njeri i cili është i arsyeshëm, edhe ka një kërkim të mirëfillt, patjetër ka më përfunduar në atë që jeta e vërtetë është jeta e amshimit. Cila do formë të menduar të kësaj jete, çon me menu si jetë të mangët. Edhe nuk mundesh me pranu që jeta e njeriu këtu është sigurisht se jeta e kafshëve që përfundon me ngordhje, po është një jetë që realisht ka do të më ekzistojë një dimension tjetër i vazhdimit të ekzistencës, dhe ajo është ekzistenca e vërtetë edhe e plot thot Allah subhana, wa inna daral akhirati lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Jeta e ahiretit, ajo është jeta e vërtetë. Nëse njerëzit do të ishin që e kishin ditë. Kjo nëse do të kishin ditë njerëzit, nëse kishin pas dije, nëse ishin kanë të arsyeshëm, kishin marrë në këtë përfundim, që jeta e mirëfillt është jeta e ahiretit. Mirë po, këta kanë me pa njerëzit në ditën e gjykimit. Kanë me pa njerëzit në ditën e gjykimit. Mirë po, ajo do të jetë dija më e lartë, mirë po, e pamundshme për me u kthy në investim. Don sot na dim, sot kena me investuar nëpërmjet kësaj ligjërate, çka është ahireti, çka dita e fundit, besimi në ditën e fundit, ama kjo i na tu investu. Ndërkësh ditën e gjykimit, njeriu thot sikur se përmend Allahu subhanahu wa taala, yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. Njeriu thot, më kon të isha përgatit edhe të kisha ofruar diçka për jetën time. Nuk thot për jetën e amshimit. Thot për jetën time, se kjo është jeta. Mirë po është, nuk ka mundësi më kon në investim. Nuk ka mundësi domethënë me që në investim. E sidomos keni vëmendjen që njerëzit kur ta shohin këtë realitet jetën e amshimit, e deklarohen për jetën e amshimit sikur s'ka ekzistuar jeta e kësaj bote. Domethënë, nuk thot më kon të isha bogati për jetën e dytë, nuk thot të isha bogati për jetën e fundit, thot të isha bogati për jetën, sikur s'ka një jetë tjetër. Apo? Domethënë, a ky e ka jetuar jetën tjetër? Nuk ky cilin ditën e gjykimit thot të isha bogati për jetën, ky veç e ka jetuar një jetë. Domethënë, ky në jetën e amshimit flet sikur s'ka ekzistuar jeta, ndërka shumica e njerëzve sot jetojnë këtë botë sikur nuk ekziston tjetra. Edhe nëse deklarohen që ekziston. Një pjesë e madhe njerëz edhe kur deklarohen që ekziston jeta tjetër, mënyra se si i qasën kësaj jete, domethënë sepse nëse e mormi paralelen me këtë shembull që po përmendmi, këtu nuk ka të bëjë që ky e ka harruar ekzistencën. Po çka që ka zvogluar ekzistenca më parshme, çka që ka bërë relative, sa që ka kaluar në idenë që sigurisht s'ka qenë asnjëherë, dhe e njëjta është kjo me këtë çka të na ndodh neve,
Çfarë shumë lidhet njëri me jetën e kësaj bote, me qefet e kësaj bote, me planet e kësaj bote, me synimet që krejt sillen rreth materializmit edhe qefeve kështu me radhë, saqë jeton sikur ajo tjetra, domethënë nuk ekziston fare, mirë po ekziston vetëm kjo. Allahu subhanahu wa taala kur na tregon se çysh mundet më nar ditën e gjykimit për me pranuar këtë realitet, na e përshun në një formë që këtë ka njerëzit kanë me pa këtë. Thot Allahu te barekuhu te taala, thot qala kam labistum fil ardi adad as-sinin. Do të thuhet njerëzve sa vite keni qenë tokë. Sa vite jeni qenë tokë. Shikoni pyetjen kur I thuhet sa vite, është një pyetje për minimum aty me dhon përgjigjen me vite. Adad as-sinin, sa vite numra, domethënë a 5 vjet, a 10, a 20, a 50, sa jeni qenë tokë. Nuk thot sa keni jetuar. Po ja thot sa vite keni jetuar. Pra përgjigja është qalu labithna yawman aw ba'd yawm fas'al al-'adin. Thot na kena jetuar një ditë ose një gjysmë ditë, një pjesë të ditës, pyeti ata që kanë numëruar. Domthonë shkojnë në një përgjigje shumë të sigurt që kjo jetë u kon çaq pak një gjysmë ditë, një diçka u kon e kësaj natyre që nuk përbën domthonë më shumë se kaq. Qala in labithtum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Dhe Allah I thot, I cili ja di se këta kanë jetuar me qindra vite kështu më radh. Madje po keni më pashëm jetuar edhe me shumë shekuj kështu më radh. I thot, vërtet ju keni jetuar pak. Më kon ta kishit ditë. Keni jetuar pak. Allahu kur I thot diçka e pak, e për një më meriton emrin pak. Nuk është emër për buzës. Është emër për shkrues. Donjëherë ti diçka përshkruan, donjëherë e nënçmon. Ktu Allahu apo I thot, domethënë pak në kuptimin e përbuzjes, a në kuptimin e realitetit? Kuptimin e realitetit. Imagjino jeta e kësaj bote është pak edhe për ata cilët kanë jetuar kohën e Nuhit alayhis salam. Është pak edhe ata cilët kanë jetuar ka 500 vite, 600, 700. Është pak edhe për atë kalorsin që ka qenë në luftë rrugt Allahut 1000 vjet. Që ka zbritur sura Al-Qadr, domethënë për atë kalorsin I cili domethënë ka qenë rrugt Allahut subhanahu wa taala domethënë 1000 vjet. Pak është edhe për atë. Domethënë çu kjo përgjigje, ju nikon tok pak, është për krejt. E imagjino sa mund të mund pak për neve me ka 60, me ka 70, me ka 50 e kështu me radhë. Mirë, po çka pak, pse ndodh, domethënë kaq është pak, thot Allah subhanahu, "O mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur." Jeta e kësaj bote nuk ka tjetër vetë se një përjetim mashtrues. Edhe njeriu kur është në mashtrim, domethënë I hub matja. Për shembull, kur është I dehur, mas një ide të kotë. Për shembull, është fiksuar për me arrit një qëllim të kotë, edhe e ka një lloj dehje. Masi ta lëshojë dehja e pasionit e kështu me radhë. Thotë çuditën që ka marrë 10 vjet kësaj pune. Ndërkaq ato në 10 vjet nuk janë pak. 10 vjet të jetës, sidomos nëse e analizon të jetës produktive është 1/3. Duke përjashtuar fëminin edhe pleqnin, jeta produktive, për shembull dikush ja ka dhënë një artit, ja ka dhënë 10 vjet dhe pastaj është ftoftë. Dikush ja ka dhënë një dashnis 10 vjet, pastaj është ftoftë. Edhe thotë çuditën çysh kom në 10 vjet. Që kjo është përshkrimi I realitetit të kësaj dynjaje, domethënë që është domethënë kënaqësi kalimtare edhe mashtruese, mirë, por megjithatë njerëzit domethënë kur lidhen me çka të mashtrim të quajtur dynjë, edhe kënaqësi të kësaj dynjaje, pasojë e parë që I largon pi ahiretit. Pasojë e parë është që I largon pi ahiretit. Kështu që neve kur na dobësohet tema ahiretit në përditshmëri, nuk është thjesht duke u na dobësuar një dogmë, është duke na u dobësuar një pikë lidhëse ku aty lidhen temat e fesë. Me vë që ajo mu shnosh, me vë që ajo mu ndreq, me vë që ajo mu ngrit mirëfilli, ndreqen shumë kapitull të fesë me lejen Allah subhanahu wa taala. Thot Allah te barekuhu taala: "Innal ladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati ad-dunya wa tma'annu biha." Thot ata të cilët nuk e shpresojnë jetë takimin me neve, domethënë ringjallin edhe dalin para Allahut. Edhe janë të kënaqur me jetën e kësaj bote dhe kanë gjetë një lloj prehje, janë lidh me të. Po e lidh si realitet, domethënë lidhesh me dynjën, nis me tu zbe ideja e takimit me Allahun subhanahu wa taala. Thot walladhina hum an ayatina ghafilun, dhe ata të cilët ndaj shenjave dhe argumenteve tona janë gafila, ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun, veni tyre do të jetë zjarri për çka kanë punu. Pse po thot veni tyre zjarri për çka kanë punu? Ndërkësh nuk po thot për çka kanë besuar, për çka kanë shpërfillur, për çka kanë lidhur me dynjën, sepse këti kanë më prish punë. Ndaj thotë ta kanë me hinë xhehenem për punë që I kanë bërë. Sikur lidhet më në kuptuar se punët e këtij pritet më kanë të tilla. Domethënë, nëse e kishmi interpretuar ajetin me fjalët tona jashtë kësaj vije, domethënë, jo duke I përsëritur një atë fjalë, për shembull. Merr ajetin edhe analizoj pikë punë. Njerëzit do të jenë në xhehenem për punë të këqija që I kanë bërë. E pse I kanë bërë këto punë të këqija? Se s'e kanë shpresuar takimin me Allahun.
janë qenë shumë të lehtë edhe të kënaqshme me jetën kësaj bote dhe kanë gjetur një lloj prehje dhe rahatie në këtë dunjë. Që i bie, njeriu i cili e shpreson shumë ahiretin, i prishet një rahati në këtë dunjë. I prishet një rahati. Mirë, po kjo prishje nuk është prishje që neve na shqetëson. Është i qartë? Është prishje që realisht është për me ndreq. Shumë herë një duhet me prish diçka për me mujt me ndreq. Kështu që duhet me prish këtë lidhje edhe këtë rahati me dunjon, për me mujt mos forcu lidhja me Allahun subhanahu wa taala dhe rrjedhëmisht me ahiretin që është takimi me Allahun te barekuta. Kështu që ligjata e sodit, edhe ndoshta edhe 1-2 tutje me len Allahut kanë qenë trajtimi i kapitujve që kanë bëjnë me jetën e pasvdekjes edhe të ahiretit e kështu me radhë. Sot i kemi 2 kapituj si hyrje në kapitujt e radhës. Saksisht e kena bab al-iman bil yawmil akhir, kapitull që ka të bëjë me besimin në ditën e fundit, edhe bab al-iman bil ba'th, kapitulli që ka të bëjë me besue ringjalljen. Do të thonë, e kena ditën e fundit si komplet titull që i përfshin kapitull, gjithçka që ka të bëjë deri në hyrjen në xhenet. Kjo quhet al-iman bil yawmil akhir, besimi në ditën e fundit. Edhe një temë përmbrenda kësaj kornize të gjon, është domosdoshmë besimi në ringjallje. Sepse nëse dikush për shembull beson në amshimin, mirë pa amshimin e paraqet si realitet të kësaj bote, ndodh këtu. Këtë rast ky nuk ka besuar në krejt konceptin ton të që ka të bëjë me besimin në ditën e gjykimit, në ditën e fundit, në ditën e ringjalljes edhe të llogarisë kështu me radhë. Është e rëndësishme më nënvizu një fakt vëllazni, që tema e jetës së mëtejme, e amshimit, është korridori që më shpesh i piq aty njerëzit hinte temat e fesë. Më mend që jetë. Do të thonë, nëse doni mi bën njerëzve davet, e feja ta ndreqë jetën, e me fe familjen e kima stabil, me fe moralin e kima stabil. Këto janë tema dobishme, ama nuk janë korridori kryesor për një njerëz fe. Korridori kryesor, këtë fejat, është sidomos ato të cilët kanë preardhje prej librave qiellor. Korridori kryesor për ka një njerëzit e feja është tema e ahiretit. Sepse nëse çat arrin me kuptu mirë, edhe është i logjikshëm, edhe i ngjallët motivimi për më bëu gati për ahiret, realisht domethënë temat e tjera renitën. Temat e tjera domethënë renitën, ndaj shpesh ne kur ndomi mi bë dave dikujt, duke ia sforcuar unin, edhe egon, edhe nefsin, edhe lakmin e kësaj dynjaje, jena të investuar me një investim që shkon në kundër vetvetes, ka kontradikt. Për arsye se ideja e lidhjes me këtë dynjë është e pranishme tek njerëzit, nuk i nevojë ti me shku me u ndreq. Ajo veçantë. Është qartë ti duhet me nëpërmjet fejes, edhe nëpërmjet këtij korridorit të quajtur besimin e jetën tjetër, duhet me mujt me stabilizua atë. Për arsye na besojmë që rregulluesi më i madh i jetës së njerit është besimi në ahiret, jo mirëgjetja në botë. Për shembull, në sunen Mutafifin Allah kur tregon për ata të cilët bëjnë mashtrim në matje, apo? Edhe mosin dëmshëm për të tjerët teksa të tjerët duhonën blejnë tek ta e kështu me radhë. Kur Allah e përmend domethënë devimin e tyre, sheh thot fund, ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, a nuk e din ata që kanë marrë ngjall? A nuk e din ata që kanë marrë ngjall? A nuk e din që kanë marrë ngjall li yawmin adhim, kanë marrë ngjall për një ditë shumë të madhe? Çfarë ditë është ajo ditë e madhe? Thot yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, atë ditë kur njerëzit ngritën me dal para Zotit të botëve. Sigur thot Allah azza wa jall, këta si të besojnë ditën e gjykimit, këta janë burra të mirë në tregti, këta janë të ndershëm në ekonomi, në financa, në parë, në krejt atë që ka të bëjë, se nuk ka nevojë, se nuk mundesh gjithëherë ti mi majt njerëzit në vëzhgim. Mjafton këtu me besu që ka ditë gjykimi edhe ka me pagu shtrenjt nesër çat hile, çat mashtrim që ka bënë në punën e tij edhe në angazhimin e tij, në tregtinë e tij kështu. Domthonë rregulluesi i jetës së njeriut është tema e ahiretit. Është tema e besimit në jetën tjetër edhe domethënë të ditës së fundit. Na i thomi zakonisht edhe në këtë rast po i referohemi tamam që shkon për hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, besimin në ditën e fundit. Saktësisht është besimi në diçka që është ghaib, për arsye se këto tema, prej të momenti i vdekjes, edhe takimi me engjëllin e vdekjes, gjithçka për neve është ghaib. Është qartë, gjithçka është ghaib, ringjallja është ghaib, mënyra se si ndodh gjithçka. Na bazën fundamentale në këtë çështje kena besimin dogmatik, që besohemi në këto realitete nga që na e ka shpallur Allahu dhe i dërgoi ti sallallahu alajhi wasallam ne ka kumtuar, si edhe një pjesë të madhe ty na i provon logjika, na i thirr natyrshmëria, mirë po ndërtimi i tyre është besim mbi ghaibin. Jo besimi mbi prova të prekshme, domthonë që realisht domthonë kena zbuluar ose kena aplikuar diçka prej domthonë rregullave shkencore, si dhe këto çështje që kanë të bëjnë me ghaibin, saktësisht që kanë të bëjnë me Allahun, që kanë të bëjnë me ditën e gjykimit, që kanë të bëjnë me ditën e ringjalljes, janë koncepte absolute të cilave nuk ju ndodh as shfuqizimi në shpallje. Për shembull, ndodh që Allah subhanahu wa taala, për shembull ndodh që Allah te barekuhu teala
e shpall një dispozit në fe, edhe pastaj shfuqizohet ajo. Ose një urdhëresë, pastaj shfuqizohet. Ndodh diçka që ka shfuqizim. Nuk mundet mu shfuqizu një temë që ka dojmë ahiretin. Që shtonë dënimin ahiret, e masaj na shfuqizohet, ju nuk kam u konë kështu, kam u konë kështu. Jo, shka shpall që ka të bëjë me ahiretin. Qa që është absolute, as nuk shfuqizohet mo. Thotë Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah, thotë fel ikhbaru anillahi wa anil yawmil akhir wa ghayr dhalika la naskha fi. Thotë çka ka në Kur'an ose në Sunet, që flitet për Allah, flitet për ditën e gjykimit, nuk ka moment të naskhit, nuk ka moment që shfuqizohet ose abrogohet një tekst fetar që ka të bëjë me diçka të tillë. Çka i bie, kjo është fiksuese vëllazni. Se nëse ka arse njerëzit kanë më dënu qështu, ose thotë me ose mi kam patu dënu për çiket, që i bie kjo s'ka çare pa ndodh. Kjo nuk shfuqizohet. Është qartë. Do të thonë çare s'është pa ndodh çka që ka ardhur, domethënë në ajet ose që ka ardhur domethënë në hadith. Dhe këtu anulohet një diçka. Anulohet ideja e mundshme e një hamendje të kot, që mund të thonë ndoshta Zoti ka folur çështu për ditën e gjykimit, po mas promti nuk ndodh kjo. Veç ka dosh me na friksu. Jo, nuk ka naskh. Nuk ka shfuqizim, sepse janë të vërteta absolute. Janë të vërteta, domethënë absolute. Si dhe bëhet fjalë për një të vërtetë e cila ta shpalos realitetin e kësaj bote dhe rrjedhimisht investon në ftohjen tonë në raport me dynjon, edhe ta shpalos edhe të motivon domethënë në raport me ahiretin dhe rrjedhimisht mu përgatit domethënë për jetën e mëtejme. Thot Allah subhana inna fi dhalika la'atan liman khafa 'adhab al-akhirah. Në këto ka ajete, ka shenja për atë i cili tutet për ahiretit. Se shpesh domethënë disa mos ndryshimet të tona janë sepse jo jemi duke shku tek një temë nga një rrugtim tjetër, jo nga tema e domethënë e ahiretit. Ndaj çtu do të analizojmë një fakt. Që kjo betejë ftohje motivim, që është një jetë. Ftohemi në raport me dynjan, motivohemi për ahiretin, ose ftohemi te ahireti, motivohemi për dynjan. Kjo betejë e përhershme. Kjo është betejë për. Ktu është rëndësia me kuptu pse selefi janë ndresh me akide. Sepse te ata akide nuk ka qenë thjesht domethënë renditja e disa meselave që duhet mu i besu. Po te ata që kjo kun akide, domethënë ahireti o temë e madhe dhe na duhet me majt aktiv në jetë. Edhe rrjedhimisht mu bë gati mirëfilli për takimin me Allahun subhanahu wa taala. Edhe mas mënomti që kjo ftohje motivim, varësisht cila dominon, që ajo e jep orientim fejes tonë. Do thonë dominon lidhja me dynjën, fetarinë e që me tjetër orientim. Dominon motivimi për ahiretin, fetaria jote ka një tjetër orientim. Çka bi thomi kësaj orientim, kuptimin që cili është kursi që ty dominon, jo se ti s'ki kur joshje me këtë dynjë. Jo se ti nuk i kur dobësi në raport me ahiretin, por cili është kursi dominues te këti. Cili është trendi dominues te ti. Nëse është trendi i ahiretit, atëherë do të mohojna mirë. Nëse është trendi i dynjës, atëherë kena kriza serioze, edhe kjo mas mëron ti mund të më shku diku tjetër, domethënë deri në përfundimet më të këqija. Ndaj, keni vëmendjen mu bë fetar, mu bë religjioz. Madje edhe fetë të tjera, rrugtimi është nëpërmjet temës së ahiretit. Edhe tek fetë kota, që mas mëron ti kanë mu xhek xhenem ata, apo? Nëse këshyra të farë qendrën e temave, edhe të aty qendrën e temave është domethënë ahireti. Thotë Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah, thotë وهذه الأصول الثلاثة وهي الإيمان بالله وباليوم الآخر والعمل الصالح هي الموجبة للسعادة في كل ملة. Thotë këto tri baza janë bazat e lumturisë së përhershme, lumturisë së amshimit, tri bazat të këtë fetë, të çdo millet që thotë është me besimin në Allahun, besimin në ditën e gjykimit, edhe vepra e mirë. Edhe merr si argument fjalën e Allahut subhanahu wa taala, inal ladhina amanu, ata të cilët kanë besuar, domethënë nga lloji jon. Walladhina hadu, po ata që kanë qenë përpara hebrej, wan nasara, edhe hebrejt, edhe të krishterët, was sabiin, edhe sabiinët. Men amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan. Kush beson Allahun, beson në ditën e gjykimit, edhe bën vepra të mira. Çto tri kushte i përmend. Thot falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Ata do ta kenë shpërblimin tek Zoti i tyre dhe nuk do të mërziten. Domethënë, këta që u përmendën krahas besimtarëve, domethënë, nëse kanë qenë besimtarë tek profetët e tyre, çish kanë pas besimin, e kanë pas me çdo tri baza. Besimin në Allahun, besimin në ditën e gjykimit, edhe vepra e mirë. A është e qartë? Po edhe nëse këta duhin pastaj mu bë musliman, a mundën mu bë musliman pa çdo tria? Nuk mundën mu bë musliman. Domethënë Allahu po thotë, besimtar të vërtet. Po edhe ata që kanë përpara jetar të profetëve të mëparshëm, çdo tri baza. Cila është e katërta? Thotë Sheikhul Islam Ibn Taymija, thotë wa shar'u ma ja'at bihi ar-rusul wa huwa al-aslu ar-rabi'. Dhe baza e katërt është shariati, legjislacioni, rregullat me të cilat kanë ardhur profetët. Çi bie? Me thonë me një fjalë, cili është daveti jon për njerëzit? Çka tu dash na mësu njerëzit? Çdo katër bazat. Nëse fol me vllaznesh për shembull,
Shka i shkon mirë, më arme vetë, hoqë, shka është e thelpsore në shtëpinë teme me ndërtu. Që të katërën të të. Besimin në Allah, besimin në ditën e gjykimit, vepra e mirë, edhe domethënë me jetu sipas shariatit që e ka shpallë Allahu nëpërmjet profetëve. Çdo katër. Domethënë ka dush sjellë temën për më bë fetar i vërtet, për më bë fetar i mirëfillt, për më bë musliman i denj, çdo katër janë. Besimi në Allah, besimi në ditën e gjykimit, vepra e mirë, edhe domethënë respektimi dhe jetësimi i shariatit të Allahut subhanahu wa taala. Daveti jon është ngritja dhe mëkëmbja çtyre katër shtyllave, çtyre katër fundamenteve. Po edhe, cila është kriza më e madhe e muslimanëve? Cila është kriza më e madhe e njerëzve? Ka të bëj krizat që të katër janë. Domethënë, nëse e sheni vëllai që ka kriza serioze, ose nëse ne kemi kriza serioze, njëna pi katër o dupsu. Ose besimi në Allah, ose o dupsu dita e gjykimit, ose o dupsu vepra e mirë, ose domethënë përputhshmëria me sunetin edhe me shariatin. Ndaj na e shohim që njerëzit fjala bie për shembull krizën më të madhe e kanë ose mos realizimin e plotë të tyre, ose mos realizimin duke mos i harmonizuar. Për shembull, beson në Allahun, po e ka dop ditën e gjykimit. Ose beson ditën e gjykimit, po i ka dop ta veprat. Ose i ka veprat, po si ka sipas sunetit. Domethënë njëna pikë katërtave, nëse prishet domethënë fetaria dhe nuk ka domethënë fetari domethënë të mirëfillt, ndërkësh këto janë të lidhura shumë fort me njëri tjetrin. Për shembull, besimi në Allahun dhe ditën e gjykimit. Sa herë ka në Kur'an dhe Sunet si paralele. Thot Allah subhanahu wa ila Madyana akhahum Shu'aiba, fa qala ya qaumi i'budu Allaha warju al-yawm al-akhir. Na ja dërgua Medjenit vllajën e tyre Shuaibin dhe tha, adhuroni Allahun dhe shpreson ahiretin. Do të thonë nëse nuk është kjo pjesë e fetarisë thjesht vetëm me e besue Allahun subhanahu wa taala, po duhet me besue edhe takimin me Allahun te bareke ve taala, ose thot Allah subhanahu Dhalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Çdo këshilla janë këshilla të mira që zojnë vend tek ata të cilët besojnë Allahun dhe ditën e gjykimit. Zojnë vend ata që besojnë Allahun edhe ditën e gjykimit. Ose hadithin që shohim Imam Ahmedi, Buhariu, Muslimi pe Abu Hurajra, ku thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jara." Kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, mos ta lëndoje kuishiun e tij. Thot, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa." Kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le ta nderojë musafirin. "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Ai që beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le të flet mirë ose le të hesht. Domethënë pse pe lidh tankon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me imanin në Allahun dhe ditën e gjykimit, se vetëm çështu dyja mund të mundresh. Vetëm çështu dyja mund të më përsos. Ndërkaq njëna më kanë dobët, rrjedhimisht i bie që edhe vepra, domethënë do psohet. Për shembull, mikpritja e musafirit. Nëse ti menon vetëm me bujari, ajo konsumohet në kohë. Është qartë, duhet më menuar edhe që ka ditë gjykimit që të shpërblehet. Ose nëse e menon për shembull vetëm me kulturë, mund është një ditë edhe mulloh sepse nuk beson në furnizimin e Allahut subhanallahu teala. Më beson që Allahu ta shton rrezikin nëse mikprit. Që i bie lidhet me besimin në Allahun, edhe domethënë besimin në ditën e gjykimit. Thot Allah subhana, "Inna ma ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir." Xhamit i gjallnojnë, i ndërtojnë edhe i mirëmbajnë edhe i japin jetë. Kush i gjallnon xhamin ata që besojnë Allahun, edhe domon ditën e gjykimit. Pse? Se për shembull nëse ti do me xhallnu xhamin nëpërmjet namazit me xhamat, ajo projekt jetë gjatë, shumë i gjatë, 30 vjet, 40, 50. Shumë do të më beson ahiret që kemi apo hajrin asaj pune. Është qartë? Ose nëse fjala bie e xhallnon xhamin nëpërmjet financave. Shumë do të më besojnë në Allahun që të furnizon, edhe shumë do të më besojnë ditën e gjykimit që kemi gjetën, domethënë veprën tonë. Kështu që ky besim në Allahun edhe në ahiret kur bëhet bash, beson Allahun dhe ditën e gjykimit, nën kupton që beson që kemi kthy taj. Beson që kemi kthy, domethënë taj, për arsye njerëzit të cilët kanë interpretime filozofike mbi jetën e amshimit, ata zakonisht përpiqen me e gjetë amshimin këtu dikon. Në shart, dhe jo me u ballafaqur me realitetin absolut që është domethënë takimi me Allahun subhanahu wa taala. Thot Allah subhanahu wa taqu yawman turja'una fihi ila Allah. Runu për një ditë ku keni më kthy te Allah. Runu për një ditë, domethënë dita e gjykimit për emërtimeve që mund të më pas këtu në këtë rast, dita e kthimit tek Allahu subhanahu wa taala. Realisht dita e gjykimit ose dita e fundit, dita e ringjalljes ka shumë emërtime. Unë do të përmend disa për arsye se secila është e qëllimshme edhe me urtësi pse Allahu subhanahu wa taala ka thujt kësaj. Për shembull, na tankon sidomos në hadithin e Xhibrilit të kështu me radhë, edhe në jetën e përditshme i referohemi el-yawmul akhir, dita e fundit. Dita e fundit ose el-akhira, ahireti, e fundit. Dita e fundit ose e fundmja, apo e ka të emërtimin e vet më të shpesh në Islam. Domethënë nëse analizojmë kështu në përgjithësi, si emërtim më i shpesh, një prej më shpesh është domethënë el-yawmul akhir edhe akhira, po madje edhe në përdorimin e përditshëm të muslimanëve dominon ahireti si ta. Dominon domethënë ahireti, diku dominon ndoshta edhe kiameti, po kiameti më shumë shkon si sinonim i asaj kataklizmit që ndodh,
po dhe jetës që ndodh tutje, edhe pse këto e morin emrin bazë të ngjarjes së fundit. Për arsye, Ibn Hajeri kur flet pse është quajtur dita e fundit, thot li'annahu akhiru ayami dunya wa akhiru al-azminati al-mahduda. Thot është quajtur dita e fundit sepse është dita e fundit e dynjas. Edhe është dita e fundit e kohënave të kufizuara, që janë me 24 orë, me 365 ditë. Edhe më morim fund këto. S'ka më 365 ditë. S'ka më vit hënor, vit diellor. Morim fund këto. Edhe pastaj më nis një ditë e cila është pas cilës më nuk ka domethënë kohë edhe orë edhe domethënë vite edhe ditë sipas matjes që kena pas domethënë në këtë dynjë. Thotë që Sheikh Uthaymin rahimahullah thotë li'annahu la yawma ba'da. Që dita e fundit se s'ka më ditë mas kësaj. Nuk ka ditë domethënë mas kësaj dite. Ka emërtime të tjera. Për shembull dita e Kiametit. Yawmul Qiyamah. Realisht Kiameti për neve konsiston në atë momentin e shkatërimit të botës. Mirë po, Yawmul Qiyamah për jetën e amshimit është quajtur për shkak të fjalës Qiyame, që thotë ngritje. Çka ngritet? Sheikh Uthaymin thotë ngritën 3 sene, ndaj quhet dita e ngritjes. Dita e gjykimit quhet ditë ngritjeje, sepse ndodhin 3 ngritje. Ngritja e parë, thotë Sheikh rahimahullah, thotë qiyamun nasi min quburihim li rabbil alamin. Çohen njerëz ngritën prej varreve me dal para Allahut. Më pse quhet kiamet? Sepse ka ngritje. Kush ngritet? Njerëzit që janë shtrina për varret e tyre, thotë Allah subhanahu yaqumu nasu li rabbil alamin. Ngritën njerëzit për me dal para Zotit të botave. E dyta është qiyamul ashhadi alladhina yashhaduna lirrusul wa ala al-umam. Thotë quhet ngritje sepse ngritën dëshmitarët me dëshmu për profetët edhe kundrejt popujve të profetëve me kallëzu që po këta e kanë kryer obligimin që e kanë pasur për Allah subhanahu wa taala. Thotë Allah azza wa jall inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Ne do t'i përkrahim të dërguarit e ton edhe ata që kanë besuar në këtë jetë, po edhe ditën kur do të ngritën dëshmitarët. Dëshmit, njerëz që kanë me dëshmuar që pejgamberët e kanë kryer domethënë misionin e tyre, edhe arsyeja e tretë është qiyamul adl, ngritë drejtësia. Sepse një pikë koncepti më themelor të jetës së amshimit është domethënë që ka mëkonon dita e drejtësisë, thot Allah subhanahu wa nada'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyamah. A ditë kena minu vetë peshojat e drejtësisë në ditën e ngritjes. Këtu ka thonë ditën e llogarisë, ka thonë ditën e ngritjes sepse ngritet drejtësia e Allahut subhanahu wa taala. Një ashtu quhet dita e ringjalljes, sepse është koncepti më themelor që ka të bëjë me domethënë me ditën e gjykimit, saktësisht tema më e ndihshme ku njerëzit bëjnë kufër, mas kufrit dhe shirkut që i bën Allahu subhanahu wa taala është domethënë tema e ringjalljes. Nëse analizon kështu në përgjithësi, ku është kufri i njerëzve, mas shumti, mas kufrit që ka të bëjë me Allahun, e dyta është domethënë tema e ringjalljes. Bile ndoshta kjo është domethënë kriza më e madhe e njerëzimit. Kriza më e madhe e njerëzimit. Pastaj quhet dita e llogarisë, yawmul hisab, për arsye se ka hisab, ka llogaridhënie para Allahut subhanahu wa taala. Saktësisht ngjarja më e rëndësishme ditën e gjykimit llogaria. Pastaj quhet dita e keqardhjes, dita e pendesës. Thot Allah subhanahu wa anzirhum yawm al-hasrati idh qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Thot paralajmëroj për ditën e hasra, pishmallëk që i bin njerëz të keq, njën shumë keq. Thot atë ditë kur njerëzit domethënë do të gjykohen, ndërkaq që ata kanë qenë të pakujdesshëm, nuk kanë qenë duke besuar për këtë ditë që kanë mirë shumë pishman. Këtë kanë mirë pishman. I keq që ka mirë pishman për shkakavo, e i miri ka mirë pishman se s'ka bë më shumë të mira. Është yawmul hasra. Është dita e keqardhjes, dita e thymjes, dita e domethënë e pendesës. Një ashtu quhet dita e përhershmërisë, yawmul khulud, sepse kjo është pjesa më themelore që duhet me besu për ditën e gjykimit, që është domethënë pa fund. Thot Allah subhanahu udkhuluha bisalamin dhalika yawmul khulud. Hini të qetë, hini në rahatllëk. Kjo është domethënë dita e përhershmërisë. Sa janë emrat ditës së gjykimit? Thot Ibn Hajeri rahimahullah, jama'aha al-Ghazali thumma al-Qurtubi fabalagat nahwa 80 isma. Thot i ka analizuar këtë Kur'anin, çuçi ka thujt Allah subhanahu wa taala ditën e gjykimit. Thot fillimisht e ka bëu thot Ghazaliu, pastaj thot Qurtubiu dhe kam rrit diku rreth 80 emra. Nëse çdo emra më mojt mend është boll, po mi menu të tjerë kur lexoni Kur'an, sepse ndrrimi i emrit tek arabët e ka një domethënie. Keni dëgjuar për shembull që arabët kanë shumë emra për luanin, apo? Keni dëgjuar që kanë shumë emra për një krijesë. Të arabët kanë ndodhur shkaku i respektit ose i lidhjes ose i vlerësimit të çasaj. Sa më shumë që një diçka ka vlerë, i japin më shumë emërtime.
Çaq më shumë që diçka është e çmuar, i japin më shumë emërtime që më shpesh me përsërit, ndërkaq përsëritja me të njëjtin emër nuk është interesant. A e kuptuat? E Allahu e ka bërë pikërisht me këtë ursi. E ka quajtur me shumë emra ditën e gjykimit për më ne përcjell mesazhin neve nëpërmjet emrit që çysh do të më menu, domethënë atë ditë gjykimi. Në një prej përkufizimeve që kanë bërë dietar për ditën e fundit, përmbledhet ky besim siç vjen dhe kam dëshirë me përmend si pasazh për ata që dojnë me memorizu. Domethënë çka është besimi në ditën e fundit? Thuhet besimi në të gjithë farë që na ka dëftuar Allahu në librin e tij, besimi në të gjithë farë që na ka dëftuar Allahu në librin e tij dhe që na ka treguar profeti i tij sallallahu alaihi wasallam, përkitazi me gjithçka që do të ndodh pas vdekjes. Me gjithçka që do të ndodh pas vdekjes, si sprovimi në varr, shpërblimi dhe dënimi, ringjallja, tubimi në ditën e gjykimit, regjistrat e veprave, llogaria, peshoja, haudi, sirati, ndërmjetësimi, xheneti dhe xhehenemi. Shumica këtyre pikave kanë qenë ligjratat e ardhshme me lejen e Allahut subhanuhu teala, sepse është e pamundur me i përmbledhur domethënë me një ligjrat. Shumë prej këtyre gjërave që u përmendën kanë nevojë për shumë shpjegime. Mirë po. Cili është ai el-qadrul mujzi? Në çdo temë të fejes që ka të bëjë me besimin, do të më gjetë atë që quhet el-qadr el-mujzi. Pjesa fundamentale që pa të zban. Mund të qenë profesor doktor, mund të qenë analfabet. Një pjesë e besimit do të më pas të dytë. A është e qartë? Mund të jesh domethënë specialist i hadithologjisë edhe i di këtë detajet që kanë të bëjnë me ditën e gjykimit. A mund të jetë dikush një qytetar i thjeshtë që mas mundit do të më pas një pjesë që pa çata nuk ban. E kuptuat? Thot Sheikh Saleh al-Shehi, po e lexoj ai që ka shpjeguar çka pjesën e al-qadr al-muzim. Thot wal yawm al-akhir al-qadr al-muzim minhu alladhi yatahaqqaq bihi qiyam ar-rukn. Thot se përket ditës së gjykimit, që nëse kështu besohemi realizohet ajo shtylla e besimit. Realizohet shtylla e besimit që është e patjetërsueshme, është fundamentale. Pa të nuk pranohet që ki besuar ditën e gjykimit. Thot an yu'mina bi anna Allah ja'ala yawman yuhasibu fihi an-nas. Me besu që ekziston një ditë ku Allahu ka më marrë njerëzit në llogari. Ya'uduna ilay, kanë më kthy te Allahu njerëz. Kanë më kthy njerëz tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa yab'athuhum min quburihim. Edhe i ringjall Allahu duke i nxjerr prej varreve të tyre. I ringjall Allahu duke i nxjerr prej varreve të tyre. Wa yalqawna rabbahum. Edhe do ta takojnë Zotin e tyre. Do ta takojnë Zotin e tyre. Wa yujazi al-muhsin bi ihsanihi wal musi'a bi isaatihi. Edhe ka me shpërbly, ka me dhënën atë çka meriton, të keqit për çka ka bërë të keq, edhe të mirit ka me dhënën shpërblimin për të mirat që i ka bërë. Saktësisht thot wa anna al-muhsina yadkhulu al-janna. Me besu që i miri hin xhenet. Wa anna al-musi'a yani al-kafir yadkhulu an-nar. Edhe me besu se ai që është i keq, saktësisht që është kafir, ka me hin zjarmin e xhenemit. وأن المسلم يدخل الجنة ndërkaq muslimani hin xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Hadha al-qadr wajibun rukn. Çka me besu është wajib edhe shtyll. Është wajib edhe shtyll, wa ma ba'da zalika yakunu bihasab al-ilm. Çka ka mas kësaj është çast sa di. Ki ngu derse më shumë, ki lezu më shumë, do të më besu që ato shka të vinë anes. E ki kuptu se çështu quhet dita e gjykimit e beson, e ki kuptu një detaj të haudit, e ki kuptu do meselet siratit, a është i qartë? Për shembull mundet një muslimane devotshme në mosh, nuk e di detajet që ka sirate, kanë mërë njës për sirate, a e di që ka ditë gjykimi, këthejmë të Allahu, dalmi për varrave, ka jetë amshimit, mirë më llogari, që kjo është pjesë që ajo duhet me besu. Detajet e peshojes e kështu me radhë, domethënë nuk janë që hinte kjo pjesë, po janë te pjesa tjetër që është mirë me ditën, edhe sa më shumë që e di, aq më shumë të forcohet domethënë rukni, shtylla e besimit në ditën e gjykimit. E shonoi Imam Ahmedi, Imam Tirmidhiu, shalmoi të hadithi sahih. Prej Aliut radhiyallahu anhu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bi arba. Nuk beson robi pa nëse nuk ka besuar në katër gjëra. Imani i robit nuk është në rregull, nuk pranohet, nuk është valid nëse nuk i ka katër besime, katër dogma. Thot yashhadu an la ilaha illa Allah, me dëshmuar se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, wa anni rasulullah, ba'athani bil haqq, me besuar që jam i dërguar Allahut, që më ka dërguar Allahu me hak, wa yu'min bil maut. Edhe beson në vdekje. Wa bil ba'thi ba'da al maut, edhe me besu në ringjalljen pas vdekjes, wa yu'minu bil qadar, edhe me besu në qadar. Çu kjo me besu në vdekjen? Çish me besu në vdekjen? Vdekja është domethënë proces i jetës. Këtë besojnë njerëzit. Është për qëllim me i besu kapitujt e dogmës që lidhen me vdekjen. Domethënë që piknisja këtë trajtesës ka të bëjë me vdekjen edhe domethënë tutje. Kështu që na keq tu besojmë që ka më ndodh.
domethënë janë të pashmangshme dhe Allah është i plot fuqishëm për me i realizu. Thot Allah subhanahu. Dhalika bi anna Allahu al-haq wa annahu yuhyi al-mauta. Dinë që Allah është i vërtet dhe ai i ringjall të vdekurit. Dhe ai i ringjall të vdekurit. Wa annahu ala kulli shay'in qadir. Dhe Allahu ka mundësi për gjithçka. Wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha. Dita e gjykimit është tuar, s'ka dyshim ta. Wa anna Allah yab'athu man fi al-qubur. Allahu ka nxjerr krejt ata të cilët janë për varret e tyre. E shohim Imam Ahmedi, Buhariu për Buhariu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu ka thënë: "Kadhabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dhalik." Më ka përgënjeshtruar biri i Ademit dhe si takon atij më bëni gjë të tillë. Më përgënjeshtruar. Wa shatamani wa lam yakun lahu dhalik. Dhe më ka ofenduar dhe nuk i takon atij më bëni gjë të tillë. Thot fa amma takdhibu iyaya fa qawluhu lan yu'idani kama badani. Thot se përket përgënjeshtimit është ajo fjala e tij kur thot Allah nuk ka më kthyer ndonjëherë që më ka në ekzistencë. Nuk ka më ringjall duke më kthyer në të njëjtën pamje. Nuk na besoni që tash ka jena sot. Çështu kena më ringjall për ty. Domethënë nuk ka më ndodhur ringjallja duke kaluar në një dimension tjetër. Jo, kena më pas shpirtin, trupin, ashtin, lëkurën. Domethënë çka kjo krijesë shkon sot. Dhe që kjo krijesë sot e ka emrin njeri, me këto veti, me çto veti ka marrë ngjall. Edhe njeriu kur ka përgënjeshtuar mbi këtë bazë, thonë nuk mundet të ndodhë kjo për ty. Edhe thot Allah subhanahu wa laysa awwalu al-khalqi bi ahwana alayhi min i'adatihi, thotë nuk është fillimi i krijimit herën e parë. Domethënë që e kam krijuar më i lehtë se sa ripërsëritja. Wa amma shatmuhu iyaya fa qawluhu ittakhadha Allahu walada wa ana al-ahadu as-samad lam alid wa lam ulad wa lam yakun li kufuwan ahad. Se kjo që më ka ofendu kur ka thonë që unë kam fëmijë, ndërka që unë jam i pari absoluti që s'kam lind kërkën dhe askush nuk më ka lindur, edhe nuk është askush domethënë si unë. Kështu që mosbesimi në amshëm në jetën e mëtejme, në jetën e ahiretit është kufër. Edhe është përgënjeshtrim ndaj Allahu subhanahu wa taala sepse domethënë është pitema që më shumë ti Allahu ka folur Kur'an. Domethënë nëse dikush thotë besoj në Zot, besoj në një fuqi absolute që krijon, po në kry s'm heqë ka ditë gjykimi, apo? Ose në kry nuk më heqë mundet më ringjall njerëzit prej varreve të tyre, domethënë është përgënjeshtimi më i madh që i bën domethënë Kur'anit, fjalës Allahu subhanahu wa taala. Thot Allah azza wa jall: "Wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya wa ma nahnu bimab'uthin." Njerëzit thonë nuk ka jetë tjetër veç saj, jetë kësaj bote dhe na nuk kena më ringjall. "Walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq." Po ti sikur ti shihje njerëzit kur dalin para Allahut edhe nalën para Allahut, para Zotit tyne dhe Allahut i thot alaysa hadha bil haqq, nuk ka çka vërtet. Tash ai të po që pas ka ringjallje. Pas ka me dal ti para Allahut subhanahu. Qalu bala wa rabbina. Qala fadhuqu al-'adhaba bima kuntum takfurun. Thonë po gjithsesi o Zot e vërtet që nga që pas ka ringjallje, atëherë Allah i thot shijoni dënimin për çka keni mohuar. Qad khasira alladhina kadhabu bi liqa'i Allah. Nuk ka njerëz më të humbur se sa ata të cilët nuk besojnë takimin me Allahun. Se në moment që nuk besojnë takimin me Allahun, ti nuk mbash shumë gati. Edhe në moment që e sforcon, keni vëmendjen, khasara është humbje mos me besu takimin me Allahun, me po edhe a priori çka është çdo lloj dobësimi i lidhjes së temës edhe qendrës si temë qendrore, temës ahiret dhe takimin me Allahun, ekziston një lloj humbje fetarin tonë. Për shembull, në Ramazan tu kanë forcuar do shkollë fetaris. I ki hub kur tu ka hub që kjo që kemu taku me Allahun. Domthonë ti nuk të hub krejt si bazë që ti je pabesimtar, po të ka hub ajo forca edhe intensiteti i saj me ndiku te zemra jote. Domthonë, ideja që kimë gjetë këtë vepër para Allahut, kam të shpëtu kjo prej dënimit të Allahut i kështu me radhë. Po krejt që domthonë nëse eventualisht dobësohen i bie që ka hasare, ka humbje domthonë në fetarin tonë, edhe sidomos domthonë ka humbje që shlohet robi domthonë gjunohe, edhe i shpërfil farzët e Allahut subhanahu wa taala. Domthonë dita e gjykimit është dalje para Allahut, ku na dalmi vetëm me veprat e tona, pa kurrë gjë tjetër. Dalmi para Allahut, pa kurrë gjë tjetër vetëm me veprat e tona. Shonim Buhariu Muslimi për Abdullah ibn Abbasit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam innakum mahshuruna hufatan uratan ghurla. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam keni më dal para Allahut, keni më mbledh, keni më tubu para Allahut, duke qenë ju kam zbathur lakureq edhe të pabëm synet. Thumma qara kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alayna inna kunna fa'ilin. Çish ju kena kriju herën e parë, ashtu kena më kthy. Dhe kjo është premtimi jon që na kena më bë. Kena më bë me ju nxjerrën para Allah subhanahu wa taala. Shonon Imam Buhariu pe Aisha radhiyallahu anha, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tuhsharuna hufatan uratan ghurla. Do të ringjalleni e këmzbathur lakureq dhe të babom sunet.
Aisha radiallahu anha i thot, ja Rasulullah, ar-rijalu wan-nisa yanzuru ba'duhum ila ba'd. O dir Allahut, burra dhe gra shikojnë tek njëri tjetri. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-amru ashaddu min an yuhimmahum dhak. Thot kam qenë çaçaran kur kujt s'kam i shku mend për me vënë diçka të tillë. Mon çaç është ditë e rënd, s'mundet njëri me menu që të tjerë domethënë janë në gjendje të tillë. Shka i bë kjo në vëllezër që sa herë që të fokusohesh te ahireti, defokusohesh te asha rrethon. A është qartë? Domethënë, jo vetëm me menu këtë hadith si realitet i jetës së mëshimit, po edhe si jetës së kësaj bote. Sa herë që domethënë një shumë i mend i kitë ahireti, shumë shkar rreth te nuk e vren më. E aq më tepër me pas fokus te ato. E aq më tepër më kanë shumë i shumë. E ku diun çka? Sikur se njeriu fjala bie që e ka një hall të madh. Apo? Ndoshta ka % dikush as nuk e vren. Ose dikush ndoshta e përshëndet as nuk e kthen përshëndetjen me dorë kështu radhë. Po ta sun po, jo se nuk e më konto këtu, jam kon dikon tjetër me më. Mund sa herë që mendja jote fokusohet te ahireti, defokusohesh te, domethënë, në realiteti që të rrethon. E shënon Imam Buhariu dhe Muslimi pe Adi ibn Hatim, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Wa la yalqayanna Allah ahadukum yawma yalqahu wa laysa baynahu wa baynahu tarjuman." Yutarjimu lahu. Thot do të dilni secili, do të takoni secili me Allahun subhanahu wa taala dhe mes jush dhe Allahut nuk do të ketë përkthyes. Nuk do të ketë përkthyes, domethënë që me ti përkthy fjalë që ja thua Allahut subhanahu wa taala. Fa yaqulanna alam ab'ath ilayka rasula fayuballighaka fayaqulu bala. Thot a nuk ta kam dërguar një profet me të kallëzu për çka ditë, më bëu gati për çka ditë. Robi thot po gjithsesi o Zot më ke dërguar. Domethënë veç që ta ka dërguar Allahu pejgamberin, ty të kanë humbur syet. Domethënë veç që ka pejgamber, veç që të ka ardhur haberi i pejgamberit, të kanë ardhur suneti i pejgamberit, të kanë ardhur paralajmërimet, të ka ardhur çai Kur'an me cilën ka ardhur, mo ti s'ke arsye ditën e gjykimit. Në parim, më veç si pyetje, pse i bë kjo si pyetje në kuptimin që tu harxhu mundësia e arsyetimit para Allahut subhanahu wa taala. Fa yaqulu alam u'tika malan wa ufdil alayk, fa yaqulu bala. Thot a nuk të kam dhënë pasuni edhe të kam dhënë shumë të mira, shumë rahati, shumë mirëqenie, shtëpi, rahatllëk, ushqim kështu me radhë. Thot po Zot gjithsesi. Fa yanzur an yamini fala yara illa jahannam. Këshyr në anën e djathtë nuk sheve se xhehenemi. Thot wa yanzur an yasari fala yara illa jahannam. Shikon anën e majt nuk sheve se xhehenemi. فلا يرى وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kallzu këtë llaf, kanë runë në zjarrit qofta me një gjysmë hurme. Domthon, jam ty fol për ahiretin për mund xhallnuar vepra. Jam kallzu detoj për ahiretin për mund xhallnuar ibadet. E pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam faman lam yajid bi shiq thot faman lam yajid shiqqata tamratin fa bi kalimatin tayyiba. Kur sunë gjeni asnjë gjysmë hurme mund të thonë belen i thuani një llaf të mirë. Bele thuani llaf. Imagjino për shembull ti tash në bazë të hadithi je dikun edhe e menon një llaf të mirë, më thon dikujt me ibadet ose më ja kujtu Allahun ose ban dhikr vetë kështu, me çket ndjenjë, ndjenjën që domthon dal para Allahut ka llogari ndjell xhehenemin, të majë xhehenemi, edhe domthonën me shumë më shpëtuar qoftë edhe me një fjalë të mirë. Thelbi i urtësisë së jetës së amshimit është domthon çështja e llogaridhënies. Nëse analizojmë si urtësi, jo vetëm me aspekte të tjera, po si urtësi, pse do të më ekzistojë? Thelbi ka të bëjë me, domethënë, çështjen e llogaridhënies, thot Allah subhanahu afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. A keni menuar që a keni llogaritë që ju kemi krijuar për kot, për kurrë, pa qëllim, edhe nuk keni më kthyer na? Do thonë nëse besohet se jeta e amshimit nuk ekziston, atëherë i hub kuptimi i jetës së kësaj bote. I hub kuptimi i jetës së kësaj bote edhe barazohet e mira edhe keq, edhe kjo nuk pa të bën drejtsinë Allahu subhanahu wa taala. Thot Allah azza wa jall wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a. Pa besimtar kan thonë s'mundet me ndodh kiameti, s'mundet me ndodh ringjallja, s'mundet me pas jetë tjetër. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum 'alimul ghaib. Gjithsesi ka më vepru ditën e gjykimit, ditën e ringjalljes, ai që është i gjithdijshmi i të fshehtës, la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fi as-samawati wala fi al-ardi wala asgharu min dhalika wala akbar illa fi kitabin mubin. S'ka send vogël të madh në qiell tokë vetëm është në regjistrin e Allahut subhanahu wa taala. Liyajzi alladhina amanu wa 'amilu s-salihat. Dhe këtë kjo ka më ndodhur ditën e gjykimit që më shpërbly njëri i mirë. Këtë kjo ka më ndodhur që më shpërbly domthon ai që ka besuar dhe ka bërë vepra të mira, ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim, ta kanë pas një falje dhe një furnizim prej Allahut, walladhina sa'u fi ayatina mu'ajizin ulaika lahum adhabun min rizqin alim. Ndërkët ata të cilët e kanë përbuz fjalën e Allahut dhe e kanë shpërfill fjalën e Allahut, ata kanë marrë dënimin domethënë e ashpër. Domthon do të më ekzistoni ditë gjykimi, i miri me mos shpërblimin, edhe i keqi me morr atë çka domethënë
e meriton. Kështu që nëse njeriu i duket e vështirë ose e pakafshme ideja për me besuar ringjalljen, atëherë është një çështje sidomos në po flasim me ata të cilët realisht domethënë e besojnë Allahun. Është qartë, besimi në Allahun është çështje e pranishme tek njerëzit. Përjashtim aty diku pak, po shumica e njerëzve besojnë në Zot. Besojnë krijues, besojnë në atë i cili e kontrollon gjithësinë dhe e sjell ekzistencën e kësaj rrugë. Është kontradiktore dhe pa logjikshme me besuar në Allahun e pastaj mos me besuar në ringjalljen, sepse arsyet me të cilën mohohet ringjallja nuk përputhen me arsyet që e besuar absolutësinë e Zotit. Është qartë, më thonë kur e pyeti kam për shembull ti, pse beson Allahut? Sigurisht përgjigjet kanë më qenë se çuçi jep kuptim ekzistencës, krijimit, absolutësia e të parit pa fillim i cili e ka sjellë ekzistencën relative e kështu me radhë. Atëherë nëse Allah është absolut, pse s'ka mundësi me ndodh ringjallje? Nëse është absolut, pse s'ka domethënë mundësi me ndodh ringjallje? Thot Allah azza wa jall, wa qalu a idha kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'uthuna khalqan jadida. Kan thona kur të bëmë na eshtna, edhe të bëmë pluhën, kena me ardhur në një krim të ri. Qul kunu hijaratan aw hadida. Thot Allah, hajde bëhuni ju pra gur ose hekur, shndroni në gur ose në hekur. Au khalqa mimma yakburu fi sudurikum. Ose zgjidhni një lloj krijimi që është shumë krim madhështor për juve. Bëhuni diçka. Për cakto çfarë do të bëj? Po do të bëj flori, po do të bëj hekur, diçka. Çka do? Thot fa sayquluna man yu'iduna. Ata do thonë, kush na kthen atë njerëz çysh kem? Thot kjo është e logjikshme te njerëzit, është e natyrshme. Domethënë me sfidu një, më thon, zgjedh apo do të më kon hekur, flori, diçka. Thot kush më kthen? Çka i bë kjo kush? Që e beson absolutësinë e dikujt i cili mundet me kthy. Nëse mundet dikush më shndrua, atëherë mundet atë dikush, domethënë, me më kthy. Qul alladhi fatarakum awwala marratin fasayunghiduna ilayka ru'usahum wa yaquluna mata huwa qul asa an yakuna qariba. Edhe thuj ai i cili u ka dhënë për herë të parë juve formën. Çfarë ju kthen juve tani herë shinikonën? E pastaj ata ulin kokën edhe largohen e thonë ku mundet më ardh kjo? Thuj se është afër. Yawma yad'ukum fa tastajibuna bihamdi wa tadhununa in labithtum illa qalil. Adet kur keni më thirr për morin gjallë, edhe keni më lavdëruar Allahun dhe keni më menuar që nuk keni jetuar domethënë vetëse pak. Thot Allah subhanahu wa yaqulu al-insanu a idha ma mitu la sawfa ukhraju hayya. Thot njeriu, a kur të vdes unë prapa ndër ku më koni gjallë, sërish do të nxirrem i gjallë. A wala yadhkuru al-insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yakun shay'a. Anë kujton njeriu që ne kena krijuar herën e parë i sukon hiç. Nuk u kon hiç, prej hiçit u bën njeri. E për njeriu të shndruar në eshtna, domethënë në pluhur, domethënë është njëjtë sikur që u konën Zoti absolut më e bë për në fillim, prapë është Zoti absolut për më, domethënë më rikthy. Ose nëse e pyesmi dikani thomi për shembull pse beson ti Allah? Mundot prej përgjigje më kon për shkak të madhështisë së shenjave të Allahut subhanahu wa taala, krimi i qiellit, tokës, i diellit, i hanës e kështu me radhë. Thot Allah azza wa jall, awalam yaraw anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyi al-mauta bala innahu ala kulli shay'in qadir. Thot, a nuk e sheh njeriu që Allahu e ka krijuar qiellin edhe tokën, edhe nuk është lodhur me krijimin e tyre. Ky Zot është i plot fuqishëm me ringjall të vdekurit. Ky Zot është i plot fuqishëm me ringjall të vdekurit, bala innahu ala kulli shay'in qadir. Gjithsesi Allahu është i plot fuqishëm me bëj gjithçka. Gjithsesi Allahu është i plot fuqishëm me bëj gjithçka. Për fund, keni vëmendjen na kur e ligjëromi një temë sikur kjo. Çfarë se na tu folën në temë shkencore, kuptimin e ngritjes së një teme që do të më besu, çfarë që na tu folën në një temë të zbutjes së zemrës së të teskis. Sepse domethënë nëse ti veç i beson, edhe nuk i merr këtu për të reflektuar, realisht domethënë nuk i përfiton shumë, veç se e ke ndresh atë pjesën fundamentale të besimit. Thot Allahu subhana, ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. A nuk e din njerëzit që janë morin gjallë li yawmin adhim. Allahu i thot, ajo është ditë e madhe. Domethënë do të më nejt në presion kjo. Do të më nejt në kokë si ditë e madhe, domethënë është ditë e rëndë, është ditë e vështirë, është ditë sfiduese. Nuk është ditë e lehtë. Keni përpoj inshallah në ligjëratat e radhës, si kena çorë për mëna jetët, hadithet e kështu me radhë, për me shku në përfiturimin e përpikt, se çysh është ajo ditë gjykimi, për me pa domethënë se nuk është temë e vogël. Nuk është domethënë temë e vogël. E aq më tepër, edhe nëse mendomi që e kena të garantuar xhenetin, prapë nuk ka temë e vogël. Domethënë se e këshir ti vesh sahabët që kanë pas garantuar xhenetin, sa janë tut për ahiretit, për ngjallës, dalës për Allahut. Kush njerëz që kanë garantuar, njerëz që kanë ditë që s'ka po gjas me shkon në xhenem. Prapë domethënë i ka munu shumë kjo temë. I ka munu, realisht kjo është arsyeja pse duhet na me sforcu si temë për më marr pastaj seriozisht me braktisjen e mëkateve. Thot Allahu subhanahu wa taala, "Qul inni akhafu in asaytu rabbi adhab yawmin adhim." Thuaj, un tut na me bëj gjuna se ka ditë gjykimit që mund të më dënu.
Arsyeja jo se ti s'do, jo se ti s'munësh, jo se s'ki favore, thjesht e menon se ka të gjykimi, edhe vetëmisht domethënë ruhesh pe gjunove, po edhe e merr seriozisht më bagati për takimin me Allahun subhanahu wa taala. Thot Allah azza wa jall, ya alladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. O ju që keni besu, jeni devotshëm te Allahut, edhe banuni gati për nesër. Banuni gati për nesër. Kështu që fritshmëria në ligjërat e sigur kjo është pikërisht me na kthyer në një regjistër dhe në një plan ku na menojmë ku jena me farzët, ku jena me gjunohat, çka do të mundresh si vjet. Po edhe nëse përsëritet këtë mësim pas një viti ose pas 2 vjetëve, kështu më sërish me menu prej këtij viti deri në këtë vit, cilin farzë kam drejt, cilin gjuna kam lënë, cilat koncepte mbi jetën më kanë përmirësuar, cila vëmendje për ahiretin më ka ndreq kështu më radh, që mos promti me ardhën me e fituar shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala që Allah e ka përgatitur për njerëzit që janë fuqishëm të koncentrohen për jetën e amshimit. Lutë Allahun azza wa jall me na mësuar me mojtën në vëmendje ahiretin, atë sa na duhet për një fletari të robëve të përjiment të Allahut subhanahu wa taala. هذا نيضاشت الله سبحانه وتعالى في الدوسم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.